Ka çaj uji, kush është djali? Nuk bëni goti. Unë. Më fol për shembull dhe rregull që kemi familje mund çka, për shembull është edhe më mos e vjetër se na aki vetë nonës. Nëse është e vjetër plak, nuk ka argument për plaka që i bën mi fol. Përveç ashtim unë kam lexuar një fetva si Sheikh Albani e ka leju. Amo nuk di argument. Asaj nuk i ka cek argument, po është një libër që ka përmbledh fetvat e grave, e ka pruar atë mendimin e Sheikh Albanit, domethënë si plak, nëse ka plak, raskapitur, domethënë lodhur. Kjo fetvaja ato të cilët e kanë marrë për Sheikh Albanit që ban kurse qert nuk e kanë leju për arsye se s'ka argument. Amo normal, se mendoj se përshëndetja e plakës për dorë nuk ka ashtu kurse e tres. Doja sa lejohet me i fol? Ja. Jo. Nuk e pas parasysh është një ndaluar, me ato mu marrdushme. Kush ta se ki ndaluar? Po pse është e doja sa dhe miqës? Po nëse e doja shlon aki e drejta. Atëherë po. E po. Për këtë arsye, domethënë cilat janë gratë të cilët lejohet mi fol për dorë. Gjithë grave të cilët e kije të ndaluar mu martu me to për gjithmonë. Për shembull, ballëzën. Ballëza, e thoni ballëza. Motra gruas, a ki e drejta mu martu? Jo. Nëse ki e gruën gjallë, s'ki e drejta. Gruën, po, bas gruës s'ki po. E po në momentin kur e ki e gruën gjallë, atë ki e drejta mi fol për dorë. Ja ki gruën. Po, kur e ki e gruën. A? Dhe të martuar. Po, dhe s'ki e drejta mi martu. A ki e drejta mi fol për dorë? Jo, nuk ki e drejta. Pse? Për arsye se, për shembull, si pozoj unë jam i martu me 4 grau. Kupton? A kam drejta këtë gravet muslimanë me folshti për dorë? Ja. Pse? Unë 4 grau, këtë i kam haram tash momentin mi martu. Për mi 4 grau haram është mu martu. Se çdo sen i cili është haram mu martu përkohësisht nuk lejohet mi fol për dorë. Ti e ki e përkohësisht, edhe ballëzën e ki e përkohësisht. Nëse vdes, ki e drejtë të martu. A kupton? Edhe kështu me radhë. Për arsye se unë nëse i kam 4 grau, e tash 5 a kam drejtë me mor. S'kam drejtë. Domethënë këtë gratë e muslimanëve, vajzat e muslimanëve për mua janë haram për momentin, apo? Pse unë 4 i kam, s'kam drejta domethënë më shtu. Më shumë se 4. Megjithatë, këtë i kam domethënë prap haram mi fol për dorë. Për dorë ki e drejta mi fol asaj gruaje që i kije për gjithmonë haram mu martu me ta. Si për shembull gjishja. E ki e haram. Për arsye se edhe me vdek gruaja s'ki e drejta gjishën me mor. Shembull. Orno. Po të gjëja dhe pushim aty, Allah e ka thënë ki klimu më martu me çikën e to, çikën e misë ato. A gjëja derse ton thonë ti shkon kjo, hajt ti shkon ti shpas kjo dobi, pse në Turqi këto ato, shumë i zakon marton në familje, a dhe i lindin fëmijët me të meta. Po. Unë kam lexuar një punim sa i përket, nëse çka thonë xhahilet unë e kupton. Ato çka thojnë, kupton? Po sa i përket domethënë që asaj që a mund domethënë nëse martohet me tafër me melin me tmeta, e kam lexuar një punim edhe në është në këtë revistën e El Hikme që del në Jordan, kupton? 4 muaj apo 3 muaj del. Edhe kupton kanë fol se a mundet me lind fëmijët me pasoja apo jo. Mund me lind me pasoja nëse burri është i smut, kupton? Gjithashtu edhe gruaja, nëse e kanë smuje prej trashëgimit, a kupton? Atëherë kur të bashkohen të di mundet, a kupton? Amo kjo rrallë mundet me ndodh. A ke parasysh? Do me thonë se nëse e kanë një smuje që e trashëgojnë, aty kështu thëgjë. Nëse e kanë një smuje trashëgojnë, e kur të martohet me tafërmit, gjithashtu jo e posedon çat smuje se trashëgojnë, do me thonë prej një fisi, atëherë këto kur të bashkohen mundet me lind fëmija me tmeta. Mirë, po kjo duhet këto tudit me posedu që këtë smuje. A ke parasysh? Na i thojmë atëherë mundet do me thonë që njëjta. Nëse një grua është e huja që se njef kur, edhe ti e huj, tu dit e kini këtë smuje, ku të bashkoni mundet me të meta, a ki parasysh, do me thonë nuk është regull, a nuk është e vërtet, se nëse smu, do me thonë martohen me tafërmin, si qikën e migjës, apo qikën e dajës, apo vajzën e halës, apo tezës, nëse martohen këto, do me thonë me tafërmin, nuk është e vërtet si lindin fëmijët me pasoj. E sa i përket që argumentohen me të hadithin, a kupton, i gëtëri bula të du, do thonë sa ma larg, ma çnosh jeni, ki nuk është hadith, po kjo fjala e Omerit radiallahu ta'ala an.
Omeri radhiyallahu anhu i ka thonë një fisit Beni Selim që janë konën në Medinë dhe ato e kanë pas tradici nuk janë martu jashtë, veç mrena, në fis. E kështu që kanë pas thuhet, a kupton, kanë pas pasojë në lindje, edhe Omeri radhiyallahu anhu ka thonë dilni jashtë. A kupton, domethënë, masi keni ju pasojë, ju keni problem prej smunje, kupton, që i trashikoni, atëherë dilni jashtë, do të jeni më të shëndosh. Mirë, po kjo uni Omerit nuk vlen për gjithë, një. Edhe Omeri radiallahu ta'ala an nuk është ta kupton shariat sinon. Po Omeri është një xhamat ta kupton ti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ata të cilën pejgamberi sa më ka bën halal, në smuj me bën haram se dalmi pi fes. Kjo ka thënë në suratul Ahzab. Mirë po, pse është halal, do të thonë se do më zdoshme. Nuk është obligative. Nuk është pa tjetër. Na ku thojmë se halal, do të thonë se e kije do të thonë obligim jo. Për këtë arsye nuk vlen domethënë me bisedu më shumë më gjatë. Pse se veprojmë kjo apo pse na shumë se ende nuk i veprojmë, megjithatë janë kena halal. Kupton? Ka njerëz të gjitha ushqime si ja, kur t'ja nisë me një, kupton ti kur çon spajshe. Apo, po pse si ja këto? Haram si janë haram, punë si ja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë që si është disa kafshë nuk i kanë ngronë me qenë se nuk i ka bën haram. Hudrën edhe qepën e ka bën halal, megjithatë nuk e kanë ngronë. Halal më nga. Me krosën në xhami era mos ma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush ka ngronë gjepa apo hudër mos vjen në xhami. Nëse ha kep edhe hudër edhe shkon në xhami për shkak se ka njerëz që pin duhan. Ata shkojnë pengojnë edhe unë po shkoj po pengoj. Namazin mos e lë. Ja. Por asi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me laçet shtetësohen. Jo veç njerëz, po edhe me laç shtetësohen, a kupton perës. Po ti nëse ai e shtetëson me laçën, do të thonë nëse ai e shtetëson me laçën, na duhet më shtetësuar. Që hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e dini, kur t'ja nisë lexu si me lexu Kur'an, afrohet me laçë, afrohet derisa njëri hin brendzinë është me laçës kënon. Apo e nën buzë për buzë. A ki parasysh? Do të thonë që nuk lejohet, po nëse ka ngrona, kupton, atë mundohet domethënë pas rudhomit apo me ngron diçka ëmbël, kupton që me paku me apaku, na kupton ata. E nëse e vepron këta del shkon në xhami, atëre ka bën një mekro. Namazi është i sakt. Nuk mund me thonë se namazin e ka nuk e ka sakt. Po no. Pas herë duhet me thith, por më bën, do të thonë që nëse thith fëmia prej një none 5 herë, akon 10 herë, pastaj Aisha tregon se kjo anuluan edhe e bën me 5 herë. 5 herë nëse thith fëmia prej nonës, atëherë do të thonë e ban atë për një grua, atëherë atë grua e ban non prej qumshtit. E ke parasysh. Edhe ai fëmijët e asaj gruaje, fëmijët e asaj gruaje ka vëllezër edhe motra. Mirë po, veç pak. Nëse unë për shembull thithit e një gru. Për shembull, edhe ajo gru bëhet non prej qumshi apo. Fëmijët e saj i kam vllazni edhe motra. Vllavi jam që s'ka thithë ajo, i ka haram. E ki parasysh. Jo pse unë i kam boshti vllazni edhe vllavi jam edhe unë valla po kam qef ti bëjmë vllazni. Ja. Për arsye se unë jam ai që kam thithë, a kupton? Edhe unë jam që kam hisën to, domethënë i kam sukur vllazni të cilit pi babë pi none, vetëm se për nga qumshti. Diçka pasurinë ndonjë. Jo, trashëgim.